بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamat i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla shanuhu dersën 25 me radhë tek veprat e zemrës, e që neve në dersën e kaluar kemë fol rreth al-muraqabes, asë ndjeshmërisë që Allahu i lartësuar na shikon neve dhe na ndëgjon dhe na vrojton në çdo moment të jetës tonë, e që kemë thënë që kjo është esenca, baza e veprave të zemrës të muslimanit dhe të robit përgjithësi, kur e ndjen që Allahu i lartësuar në çdo moment e shikon njeriu, e shikon veprën e tij, e shikon punën e tij. Prandaj edhe muslimani pastaj i rregullon çështjet të cilat i ka mes tij dhe robit dhe Zotit të tij. E shkallët e ndjeshmërisë që Allahu na shikon neve ndohen në tri shkallë. Njerëzit, sa i përket ndjeshmërisë së tyre që Zoti xhalla shanuhu na shikon dhe na vrojton dhe çdo moment i shikon punët tona, muslimanët në këtë pikë ndohen në tri grupe. Grupi i parë janë ata të cilët nga ndjeshmëria e tyre që e kanë që Allahu i shikon veprat e tyre në çdo moment, largohen nga veprat e liga khaufen min Allah, prej frikës ndaj Allahu xhalla shanuhu. Pra kategoria e parë janë ata njerëz të cilët e ndjejnë thellë që Allahu i shikon, i vrojton, i shikon punët tona, nga frika që kanë prej Allahu xhalla shanuhu, largohen nga veprat e liga se e dinë që pastaj mund me pasu dënim. Ruhen prej Zotit nga dera e frikës, ndaj Zotit xhalla shanuhu. Kategoria e dytë e besimtarëve janë ata të cilët ndjeshmërinë që e kanë për Allahun që i shikon veprat tona non-stop, atëherë ruhen nga Zoti xhalla wa ala, i largohen në veprave të liga hayaan min Allah, nga marrja që e kanë prej Zotit xhalla shanuhu. Dallon pra kategoria që e kanë frikë Zotin dhe friksohen që Zoti ka më i dënu, dhe kategoria tjetër e besimtarëve të cilët druhen prej veprave të liga, sepse ju vjen marrë prej Allahu xhalla shanuhu, sepse e din që Allahu i sheh. Allahu të sheh ty edhe mua në çdo moment. Edhe kur don me vepru një vepër të ligë, prej marrës që ka prej Zotit që e sheh, largohen nga ajo vepër e ligë. Kategoria e tretë e besimtarëve janë ata të cilët, dashur vëllezër, nga ndjeshmëria që kanë që Zoti i shikon veprat e tyre, largohen nga veprat e liga mehabbeten lillah, nga dashuria që kanë për Allahun xhalla shan. Kjo është kategori shumë e lartë e besimtarëve, të cilët nga dashuria që kanë për Zotin xhalla wa ala, ruhen mos me hidhruate. E ke po njeriu në këtë dynjë kur e don diken me zemër, ruhet që mos me bë asnjë veprim që ai mu hidhru me te, sepse dëshiron me mbaj lidhjet e forta. Kështu është besimtari i cili e arrin këtë kategori, i cili e ndjen që Allahu e shikon, e vrojton, e ndëgjon, ashtu siç i takon madhnisë të tij, e robi nga dashuria që ka për Zotin, largohen nga veprat të cilat nuk i takojnë besimtarit me qenë në to. Kjo është një mendim i ulemave që ndajnë këtë shkallët e vrojtimit të Zotit. Disa dietarë thojnë besimtarët e vërtet ndohen dy kategori sa i përket ndjeshmërisë që neve Zoti na shikon në çdo moment. E para janë as-siddiqin wal muqarrabin, janë ata të cilët janë të sinqertë për robëve të Zotit, muslimanët të sinqertë, dhe që janë afër Zotit, al-muqarrabin. Këta njerëz largohen nga veprat e liga, ijlalen wa ta'dhiman lillah, duke e madhnu Allahun xhalla wa ala dhe duke e ditë vlerën e tij. Kjo kategoria më e lartë e besimtarëve, dashur vëllezër.
Kjo është kategoria më e lartë e besimtarëve, të cilët ruhen nga veprat e liga, bile ka ardhur në rivajete që edhe gjërat të cilat në esencë janë halal, largohen prej tyre nga frika se mos janë haram, nga madhnimi që e din për Zotin e tyre, sepse e din që Allahu xhallahu ala është krijuesi i gjithësisë. Është krijuesi i qiejve dhe i tokës, është pronari i qiejve dhe i tokës, është krijuesi jon, krijuesi i gjitha gjërave që ne i shohim. Allahu Akbar është më i madh se çdo gjë. E din çka do të thotë Zoti kur përmendet Allahu, atyre ju rënqethet trupit. Prandaj edhe e madhnojnë Allahun shumë, e lavdrojnë Allahun shumë, edhe largohen nga veprat e liga, duke e ditë se kujt po i bën vepër të liga. Nuk mund me ik Zoti xhallahu ala. Nuk mund me ik Allahu subhanahu wa taala ta'dhiman lillah, duke e madhnu Allahun xhalla shanuhu dhe duke e lavdruar Allahun e lartësuar. Për arsye se robi kur e mrin në këtë shkallë, kam i rregullu punët e tij në këtë dynjë të dashur. Kam i rregullu punët e tij në këtë botë. Raportet e tij me robërit e Zotit kam i rregullu, sepse e din që Zoti e shikon nga madhnia, nga lavdria që ka për Zotin e tij. Nuk e hen hak mas pari vetës së tij, pastaj familjes së tij, pastaj robërve që i ka rrethit, shoqënisë, se e din që e ka një Zot mbi shtatë qiell i cili e shikon e vrojton dhe i cili na ka treguar që njeriu s'ka qenë renditeni me mijëra vjet, me miliona vjet, as rendite më u kriju tek Zoti xhallahu ala. Jem krijesë dopt e Zotit. E kur robi vjen në këtë shkallë, atëherë padyshim që ka më baj dobishëm për veten, për shoqërinë dhe për rrethin ku jeton. Sepse e din qëllimin e krijimit. E din qëllimin e krijimit që ka ardhur në këtë dynjë, e ajo është me madhnu dhe me lavdru Allahun e lartësuar, me jetu me dinjitet, me jetu faqebardh dhe me dalë para Zotit xhallahu ala faqebardh. Kjo kategori e besimtarëve është shumë e vyshme, shumë e lartë, që lusmi Zotin me arrit deri te kjo kategori e besimtarëve që lypset për muslimanë, sidomos kohën moderne të cilën jemi duke jetu. Ku lufta ndaj njerëzve të mirë është e hapur çdo ditë. Kategoria e dytë e këtyre besimtarëve sipas këtij versionit të ulemave është të dashur vëllezër, al-wara'in, ashab al-yamin, ata të cilët janë të devotshëm e të cilët janë ka ana e djathtë e besimtarëve në ditën e gjykimit. El-muqarrabin janë ata që shkojnë larg para tjerëve te Zoti xhallahu shan. Ju paraprin tjerëve larg shumë. Këta kategoria që të marrë. E këta tjerë janë ashabul yamin, janë banorët e anës së djathtë që janë prej banorëve të xhenetit, duke lutur Allahun që të jenë prej tyre. Këta njerëz, të dashur vëllezër, e adhurojnë Allahun xhallahu ala si në brendësinë e tyre, si në të jashtmen e tyre, nga marrja që e kanë për Zotin xhallahu shanuhu. Çdo vepër që e bojnë në dynjë, kjo kategori e njerëzve e shikojnë a i poshtron në ditën e gjykimit ajo vepër. Kjo është shumë rëndësishme me marrë vesh musliman. Çdo vepër që e bojnë kjo kategori e besimtarëve në dynjë, çdo punë që e veprojnë në dynjë, e shikojnë me syrin e ahiretit. Edhe e shikojnë kjo vepër, a ka mundësi më poshtru nesër para Allahut? A ka mundësi më ngrit lart te Zoti? Kështu i masin gjanat. Për këtë edhe ka në ajet të Kur'anit të dashur vëllezër, ku Allahu na mëson në Kur'an si me bë dua. E pejgamberi Zotit e ka bërë shpesh këtë dua. O Zot, la tukhzini yawma yub'athun. O Allah, mos më poshtra ditën kur do të ringjallemi para teje. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Zoti thot, a ditë nuk bën dobi malli edhe vlladi. Kur dalën para Zotit, s'bën dobi malli edhe vlladi. S'bën dobi. Illa man ata Allah biqalbin salim. Vetëm ai që ka ardhur te Allahu me zemër të pastër. Vetëm ai që ka ardhur te Allahu xhallahu ala me zemër të pastër. Pra pas ka mundësi njeriu më u poshtron ditën e gjykimit. Pejgamberi ka bëu o Allah, la tuqzini yawma yub'athun. Mos u poshtron ditën kur do të ringjallemi para teje. Kjo kategori e besimtarëve, çdo vepër që e bën, e mendon, a ka mundësi më poshtru kjo vepër ditën e gjykimit, a ka mundësi më ngrit lart. Për këtë arsye të dashur vëllezër, ka ardhur që çdo vepër që e bën besimtari,
Çdo vepër që e bën. Ma min fi'latin wa in sagurat illa yunsharu laha diwanan lima wa kayf. Lema Islami thonë, çdo vepër që e bën robi, sa do e vogël që është, vetëm se ka për t'ju nënshtruar dhe ka për të ardhur ditën e gjykimit 2 dosje. Për çdo vepër që ne e bëjmë, çdo vepër, kanë me ardhur 2 dosje për te. Lima, pse e ke vepruar? Wa kayf, edhe si e ke vepruar. Pyetja, çdo vepër që ne e bëjmë. Kjo kategori e besimtarëve ka parasysh këtë dhe ne duhet me pas parasysh. Çdo vepër që e bëjmë në dynja, duke e ditë që Allah na shikon, na vrojton, edhe i din veprat tona, para se me shku te Zoti duhet me ditë nesër, pyetjet kanë me na bë këto. Pse e ke vepruar? Pse e ke vepruar këtë vepër? Duhet me dhënë përgjigje. Kur na vet Zoti, inshallah, në ditën e gjykimit, pse e shku në ditën e xumës në xhami? O Zot, na ke bë obligim xumën. Ke marrë me fitu sevap, ke marrë me kryu një farz, ke marrë me mbledh zbashku, me njoh njëri tjetrin, me këshillu njëri tjetrin, me u bë bashkë vllazën, me jafru zemrat tona. Pyetja e dytë, si e ke vepruar, si e ke fal xumën? E ke fal ashtu siç ka thënë Allah dhe pejgamberi i tij, apo çysh na u ka marrë mendja neve? Do thonë, këto 2 pyetje duhet me pas parasysh. Çdo vepër që bën, a e ke bë për Allahun? Për çka e ke vepruar? A u bë vepra për Zotin? Nuk është bë për Zotin me zot për neve. Çdo vepër që e bëj në dynjë, nuk ka mundësi mos me pas qëllim, dashur vëllezër. To harron. Bile ulema Islami thonë, me pas ndonjë vepër që s'kish me pas qëllim, kish me na qit Zoti para aktit krym që s'kena mujt me bëhet vepër. Sepse nuk ka mundësi vepra mu bë në dynjë, e që nuk e ka në jetën qëllimin për çka bëhet. Për këtë edhe Zoti na vet, për çka e ke bëu dhe pse e din Zoti xhallahu ala, hala pa na kriju neve. Pse ne e marrë sot këto? E din ai, secili prej neve. Po na men pyetje që ne me e bë gjykimin pastaj vet. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Thot Allahu xhallahu ala, lexo librin ton, merr librin lexo. Kafa bi nafsika al-yawma hasiba. Mjafton ti sot me kon gjykuesi i vetes tënde. Mjafton që ti me qenë gjykuesi i vetes tënde. Pra, kjo kategori e besimtarëve, çdo vepër që e bëjnë në dynjë, e matë mirë me mizanin, me peshorën e ahiretit, a ka mundësi me më poshtru, apo nuk ka? Edhe ne kemë thonë që poshtrohen grupet ndryshme ditën e gjykimit, Allah na ruaj prej tyne. Mos na bëj prej tyne. Domethënë, zjarri i xhenemit niset me këto kategori që poshtrohen para Zotit. Duke filluar prej xhallarëve, e pastaj prej atyre që dhan sadak, e pastaj prej atyre që luftojnë. Çeto kategori niset zjarri i xhenemit. Se vetë Zoti je bë hoxh, pse e bë hoxh? Vet nuk. Pse e bë hoxh? Po Zot me thirr në rrugë tane, jo, si e bë për çka punë. Lekun me fitu. E din Zoti, zemrën tonë, e din s'mujna na me mshef. S'mujnë me mshef na. Duke jo nuk na bën neve ma të mirë se sa që jem brendësinë tonë. Edhe ato që ka thonë sadakeve, pse ke thonë, thotë Zot, po ti ke thonë ju më ndihmu të tjerëve, jo, ti ke thonë me të thonë, bujarë dhe kanë thonë. Edhe ato që ka luftu, ka thonë, ti pse ke luftu, ka thonë Zot, po ti e din që me ra shahid është vepra më e madhe, më kum ra shahid për ty, jo, thotë, s'kera për mu, kera me ta marruri për mendore të grandja. Kushtimisht, po e thonë. S'kera për Zotin xhallahu ala. E Allahu xhallahu ala i merr në pyetje robrit e tij, pse edhe çysh e ke bë veprën. Prandaj muslimani kur e arrin këtë kategori të imanit, të besimit, që Allahu e vrojton robin, e shikon robin, i shikon veprat tona, i shikon punët tona, edhe e dim që çdo vepër ka më u bë 2 pyetje pse edhe si e ke vepruar, atëherë robi ka më rregullu veprat e tij, Për këtë shtrohet pyetja si me arrit ne derexhen dhe shkallën e këtyre njerëzve, se me fol për ta është kollaj, po si me qit në praktik. Sepse si dalmi prej xhamis, do të me dalë në praktik. Të kësaj që ne po e flasim. Si me arrit këto që ne me qenë prej robërve të Zotit, që ja kem frikën Zotit kudo që jem, e ndëgjojmë dhe respektojmë ato që ka nga Kurani dhe Suneti i Resulullah, e dim hak Zotin një, e dim që Zoti i shikon veprat tona, si me dalë në praktik pastaj te veprat tona. Dashur vëllezër,
duhet me ditë që fillimisht me pas parasysh që Allahu është Er-Raqib, vrojtuesi jonë në çdo çështje. Kur e kem parasysh këtë gjë, robi i rregullon punët e tij me robërit e tij, sepse i ka rregulluar paraprakisht me Zotin e tij. Wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba. Allahu për çdo gjë thotë është Ar-Raqib, është drejtues, është shikues. Pastaj thotë, kur ne i rregullojmë raportet me Zotin ton, i friksohemi atij, sikurse me qenë në publik, sikurse me qenë në vetmi. Thot një prej ulemave të Islamit, idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu. Kur vetmohesh në ndonjë ditë vet, mos thuaj tash jam i vetmuar edhe bëj çka dush. Walakin qul alayya raqibun, mi po thuaj se është Allahu bishtaçi që më vrojton mua dhe më shikon mua. Wala tahsabanna Allah yaghfulu sa'atan. Edhe mos mendo që Allahu është i shkujdesur ndaj neve që veprojmë, edhe na lën me bëj gjunoa. Mos mendo që është i shkujdesur. Lianna ma yakhfa alayhi yaghibu, edhe mos mendo që i fshihet atij ndonjë gjë. Mos mendo kurrë që Allah mund më fshes ndonjë gjë, ndonjë grimc ndaj neher. Dërsa një prej ulemave të Islamit, një Wahb ibn al-Ward, thot: ittaqillaha an yakun Allah ahwana an-nadhirin ilayk. Tutje Allah dhe mos e bën Allahun shikuesin më të pavlerë tek ti. Shumë fjalë e madhe është me marrë vesh nasi musliman. Dhe tutje Zot dhe musliman, mos e bëj Zotin xhalla wa ala shikuesin më të pavlerë tek ti. Qysh kështu? Na kur fshehemi mund me bëj gjunoa. E do më thonë na porumi për i krijesave. A mos shikuesi më i pavlerë këtë rast kush është? Krijuesi i gjithësisë. Ai është të pave ty dhe mua. Ai është na shikues, mund me fsheh atij. Andaj thotë ky ulema mos e bëj Allahun shikuesin më të pavlerë tënde në robi Zotit. Po dije që Allahu xhalla wa ala na shikon sado që ne fshehemi, sado që ne shkojmë, ku shkojmë dhe çka veprojmë, Allahu është me neve. Një prej ulemave të Islamit thotë, një Asim ad-Dimashqi, dije thotë, dije o robi Zotit që Allahu i lartësuar ka për të taku me secilin prej neve pa pas nevojë për përkthyes. Allahu i lartësuar ka për të taku me çdo rob të tij në ditën e gjykimit, për dalme para tij, pa pas nevojë për përkthyes. Edhe i thotë robit, o robim, a dite që unë jam të shiku zemrën tane, ku në zemrën tane pate dëshira që janë haram të kun. O robim, a dite që unë jam të shiku ty, kur ti shtyt e tu shkonin aty në diçka që të kun është haram. Këmbët e tu, duart e tu, lëvizjet e tu, a shkonin atje ku të kun janë haram dhe ti e ke dit. A e ke dit që të kom vrojtu dhe të kom shiku. Gjitha këto pyetje dashur vëllezër, neve na bojnë që me qenë prej robërve të Zotit të mençur, mos me humb ahiretin, për një diçka të lehtë, për një diçka të lehtë të dynjas, sepse pastaj ahireti është i përhershëm me dynjaja është kalimtare. Allahu xhalla wa ala thot: alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. A nuk e ditë ti që Allahu e din gjithë çka ka në qiell dhe në tokë. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Nuk ka mesdis që janë tre vetë e Allahu mos jeti katërt me ta. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Edhe mos jenë pesë e Allahu mos jeti gjashtë me ta. Wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. E as më pak e as më shumë e që Allahu mos jetë me ta. Me shikimin e tij, me dëgjimin e tij, me vrojtimin e tij, jo me qenien e tij xhalla xhalaluhu wa taqaddasat isma. Wallahu bima ta'malun basir. Allahu është gjithçka që ju punoni është basir, është alim, është shikues, është i ditur Allahu xhalla wa ala për veprat tona dhe për gjithë ato që ne i veprojmë. Andaj kur robi i din këto ajete, i mëson këto ajete, sa herë që mundohet dhe gabon robi, sepse s'ka mundësi mos me gabu, asun as ti kthehet shpejt te Zoti i tij, e din se Allahu nuk i ka zgjë as në qiell as në tokë, dhe e bën që robi pastaj të arrijë gradën e këtyre besimtarëve që e ndjen që Allahu i shikon dhe i dëgjon. Gjëja tjetër që na ndihmon të dashur vëllezër me arrit këtë kategori të besimtarëve është që robi me qenë kritik i vetes, me qenë kritik
me bo hesab, me llogarit vetën e tij. Një njeri që është vetë kritik, gjithmonë ka me pas sukses në jetë. Një njeri që ja bën rrafsh vetes gjithmonë, edhe mundohet me arsyetu gabimet e tij, gjithmonë ai nuk ka sukses në jetën e tij. Qoftë për dynjë, qoftë për ahiret. S'ka mundësi me pas sukses. Një njeri që i arsyeton gabimet e tij non-stop, edhe e vazhdon gabimet, s'ka mundësi me pas sukses. E për me arrit gradën e besimtarëve të mirë, gjithmonë duhet me qenë vetë kritik të dashur vëllezër. Me kritiku veten, me bë muhasebe, me llogarit veten. Me thonë këtu s'kom bë mirë, është dosh më mirë me bë. Është dosh me bë këtë vepër. Në mënyrë që me arrit grada të larta tek Allahu subhanahu wa taala. E kur robi është vetë kritik, Allahu ja jep 4 sy pastaj, jo 2 po 4. Allahu ja jep 4 sy. 2 ja jep në zemër, 2 në ballë. 2 ja jep në zemër, e 2 ja jep në ballë me shiku dynjan. E thot një prej ulemave të Islamit, një Khalid al-Ma'dan, ma min 'abdin illa wa lahu 4 a'yun. Nuk ka njeri që si ka 4 sy. Aynani fi wajhihi yubsiru bihima umura ad-dunya. 2 sy thot i kanë ballë që i shet çështjet e dynjas me ta. Çështjet e dynjas. E ka për i robërve që Allah ja ka marrë edhe këta 2 sy, nuk shas çështjet e dynjas. Pastaj thot, wa aynani fi qalbihi yubsiru bihima umura al-akhirah. Edhe 2 sy thot i kanë zemër, me të cilat sy thot i shet çështjet e ahiretit. Me të cilat sy i shet çështjet e ahiretit, çështjet e botës tjetër. Fa idha arada Allahu bi 'abdihi khairan, kur Allah ja don mirën robit të tij, fataha aynayhi allatayn fi qalbihi, ja hap sytë e zemrës. Fa yubsiru bihima ma wu'ida bil ghaibi, edhe i shet çështjet që janë fshehta që tjetër nuk i shohin. Ja hap Zoti sytë e zemrës. Edhe ky pastaj i shikon gjanat mirë, e din veprën kur e bën, pse e bën, si e vepron, e din që Allahu e shikon, e din që Allahu e vrejton, e din që nuk mund me ik Zoti xhallahu ala, e din gjithë çka ka në qiell dhe në tokë, ngritën veprat tona te Zoti. Ky është të shikuar me sytë e zemrës. Te ata që shohin vetëm me sytë e ballit, ky është i prapambetur. Te ata që shohin vetëm me sytë e ballit, edhe nuk shohin më lart se huna atyne, ky është i prapambetur, ky rrin vetë xhami, ky falet, ky kështu, ky ashtu, domethënë, na jena çto më të prapambetur, më i prapambetur që të mund me kanë unë. Tani tjerë, pse? Sepse ata nuk shohin më lart se sa hunda atyne. Shohin më lart. Shohin me sytë që i kanë në ballë veç, edhe ato me dioptri 3+. Domethënë nuk shohin gjërat e ahiretit, nuk dinë çka është ahireti. Nuk dinë çka është bota tjetër. Për këtë Allahu xhallahu ala këta njerëz i cilëson ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya, i din çështjet sipërfaqësore të dynjas. As dynjas nuk i din mirë. Të sipërfaqësore, zahiran min al-hayat. Wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. E për ahiret janë të shkujdesur total. As çështjet e dynjas nuk i din, për arsye se më mirë se sa njeriu që e njeh Zotin, nuk i njeh çështjet e dynjas asnjë njeri. Nuk mundet me njoftë. Rregullat e dynjas, ligjet e dynjas, se si me përparu, si me vepru, nuk i din më mirë se sa një rob i cili e njeh Zotin e tij, Për këtë arsye edhe dashur vëllezër, gjitha këto që ne i shohim, gjitha këto që ne i kemi në posedim, të parat që i kanë shtin funksion janë pejgamberët e Allahut. Ta duhet me e ditë, jo e zbuloj filani alani. Parat që i kanë shtin në funksion gjërat e duhura për të dynjas, me jetu në dynja, janë pejgamberët e Allahut. I parat që kanë ndërtuar anije dhe kanë mësuar njeriu me lundru det është Nuhi alayhis salam. I parat që ka qenë zdruktar, ka qenë Idrizi alayhis salam, i ka mësuar njerëz që më ndërtu prej. Edhe ka qenë Robaçevs. I parat që ka përdor hekurin dhe ka mësuar njeriu që me përdor hekurin është Davudi alayhis salam. I parat që ka përdor mjekësinë është Isa alayhis salam. Domethënë gjitha këto që i kem pastaj ka bë njerëzimi përparim janë si pasojë e ligjeve të Zotit, e librave të Zotit. Përparimi që sot e ka Evropa dhe që e kanë dynjaja në bota është si pasojë e muslimanëve që kanë studiuar dynjan 1000 vjet. Dhe e kanë marrë për Andaluzis pastaj, dhe e kanë marrë për Kutsit pastaj, i kanë shih emrat e autorëve muslimanë dhe i kanë shih emrat e tyre. Dhe pastaj e kanë vazhdu, kur ti shef zbulimet, gjitha që i kanë bë,
të mjekësisë, gjeometrisë, matematikës, fizikës, kimisë, kamerën e kështu me radhë, gjithë janë autorët, janë besimtarë muslimanë. Prandaj njeriu që e sheh dynjon më thellë është ai i cili e njeh Zotin e tij dhe ka frikën Allahut xhallahu ala, duke lutur Allahun që të na bëjë prej atyre besimtarëve që e ndjejmë gjithmonë që Allahu na shikon dhe na mbrojton për të përmirësuar pastaj raportet tona me Zotin ton dhe me krijesat të cilat neve na rrethojnë. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.